Mirëmëngjes të nderuar kolegë, kuptoj që kemi quorumin e nevojshëm për të hapur mbledhjen e ditës së sotme 2 qershor 2026. Merren dite shqyrtimin e projektligjit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 83/78 datë 22 i shtatit 1998 Kodi Rrugor i Obligës së Shqipërisë, si ndryshuar, propozimin i deputetit zotit Erald Kapri. Do të vazhdojmë me shqyrtimin e projektligjit për disa shtesa në ligjin 83/78, po ashtu, datë 22 shtatit 1998 Kodi Rrugor i Obligës së Shqipërisë, i ndryshuar, propozimi i deputetit kolegut Kiti Holtit që është këtu sot me ne. Do të vazhdojmë me shqyrtimin e projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Polonisë për sigurinë shoqërore, dhe më pas do të shqyrtojmë projektligjin për nën-produktet me origjinë shtazore. Nëse kolegët nuk kanë diçka, unë po filloj me pikën e parë të rendit ditës. Me lejen tuaj do vazhdoj më saktë me propozimin e deputetit, me propozimin e kolegut Kiti Holti, me qenë se është këtu. Presim pastaj kolegun Erald Kapri. Pra shqyrtimin e projektligjit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 83/78 datë 22 shtatit 1998 Kodi Rrugor i Obligës së Shqipërisë, i ndryshuar. Zoti Kiti Holti, unë e jap me njëherë fjalën juve, kemi ftuar përfaqësuesit e ministrave, zëvendës ministrin e Punëve të Brendshme dhe do vazhdojmë dhe me relatorin. Por fjala për ju. Atëherë rrallë parë faleminderit. Është një projekt ligj, them që është interesant për makinat elektrike, që tashmë nuk është një risi, tashmë është diçka që realisht e shohim gjithë në rrugë dhe nuk na bën më përshtypje si në fillimet. Prandaj është domosdoshme të rishikohet dhe përqasja kundrejt makinave elektrike ose këtyre motomakinave. Gjatë ditëve të fundit në vendin tonë është vërë një shtim në mas i automjeteve elektrike, të cilat sjellin një sër përfitime si për përdorësit e këtyre mjeteve, ashtu edhe për interesin publik. Konkretisht, këto mjete janë të përballueshme nga pikpamja ekonomike për qytetarët dhe garantojnë një mjedis të pastër në drejtim të reduktimit të gazrave të dëmshëm që emetohen, si edhe në drejtim të uljes së ndotjes akustike. Qëllimi i këtij projektligji është të ndisë adaptimin e gjerë të automjeteve elektrike nëpërmjet 2 masave konkrete: pajisja e këtyre masave me targa të veçanta, identifikuese, dhe përjashtimi ose reduktimi i detyrimeve financiare dhe administrative për një periudhë 5 vjeçare nga data e regjistrimit të parë. Përfitimet konkrete lidhen me taksën vetore të mjedisit, taksën e qarkullimit, taksën e kontrollit, taksën e mjetit dhe tarifat për regjistrimin e pronësisë. Nëpërmjet këtij propozimi synohet gjithashtu nxitja e një debati publik, dhe kjo është shumë e rëndësishme, lidhur me automjetet elektrike, avantazhet, po edhe dizavantazhet e tyre, si edhe nevoja për disa rregullime ligjore të posaçme me qëllim lehtësimin e futjes drejt dhe masivizimin e përdorimit të tyre. Me qëllim lehtësimin e futjes drejt dhe masivizimin e përdorimit të automjeteve dhe këtyre motomjeteve elektrike, parashikohen 2 ndërhyrje në kodin rrugor. Pra, ndërhyrja e parë, targat e veçanta, pra identifikimi, pra pajisja e këtyre makinave elektrike me një targë veçantë, elemente dalluese të cilës do të përcaktohen me udhëzim nga Ministria e Infrastrukturës brenda 3 ditëve. Dhe ndërhyrja tjetër, ndërhyrja e dytë, le të themi, është lehtësimi financiar dhe administrativ për 5 vjet. Kush janë përparësitë dhe efektet e pritshme? Për familjet shqiptare, po edhe për bizneset, se kena pa që edhe bizneset, sidomos edhe transportit, janë duke përdor në masë. Ulja drejt për drejt e shpenzimeve të përditshme të transportit, lehtësimi barzë financiare në periudhën kritike të investimit fillestar dhe stimulimi i adaptimit të teknologjive të reja dhe më efikase po energjetike. Për mjedisin dhe shëndetin publik. Këtë them që është ajo pjesë që është po aq e rëndësishme sa pjesa e parë, është reduktimi i emetimeve të CO2-shit dhe sigurisht të gazave të tjerë nga transporti rrugor. Ulja e njëshme e ndotjes akustike në zonat urbane, po edhe në bregdetare. Ulja e ndotjes akustike dhe sigurisht kontribut konkret në arritjen e objektive të marrëveshjes së Parisit, por edhe të integrimit evropian. Kemi një harmonizim me praktikën europiane. Pra kena target të diferencuara. Kena target të diferencuara ku kena në Europë.
në Norvegji, në Mbretërinë e Bashkuar, në Hungari, Rumani, Gjermani, Ukrainë, Austri. Pra, Norvegjia ka prefikse dedikuara, EK, sepse është jo vetëm për electric vehicle, por është edhe për ato që janë hibride. Kush janë përfitimet, parkimet e lira, tarifat reduktuara për rrugët, akses në disa zona që nuk kanë makinat me naftë ose me benzinë. Qa mund të një argument shtesë? Argument shtesë është parkimi falas gjatë karikimit. Kjo është një praktikë europiane. Do të marret në konsiderat me amendime. Pra, nëse deri në momentin që makina është duke u karikuar, parkimit jenë falas dhe të kenë vende primare për karikim. Njëtën ku, që apën edhe targa, identifikimi targës është edhe një model edhe për qytetarë tjerë që kush e përdor, si e përdor dhe çfarë vlerët ka. Sigurisht, për këtë do të rekomandoja një hap të dytë legjislativ ose një amendim gjatë procesit parlamentar të këtij ligji, sepse siç thash edhe në fillim, do të bëhen shumë diskutime dhe ky projekt ligj është edhe për disa diskutime, edhe për promovim le të themi të kësaj iniciative. Ky projekt ligj është në përputhje me nerin 81.1 Kushtetutës dhe nerin 68 të rregullores Kuvendit dhe projekt ligji parashikon efekte financiare për buxhetin e shtetit, të cilat do të përllogariten pasi të marret mendimi i Këshillit të Ministrave në përputhje me nerin 82.2 të Kushtetutës. Në vlerësim paraprak humbja e pritshme të ardhurave nga përjashtimi i këtyre detyrimeve kompensohet në një periudhë afatmesme nga rritja e numrit të mjeteve elektrike të regjistruara, nga ulja e shpenzimeve shëndetësore publike nga reduktimi i ndotjes, pavarësisht se kjo nuk është e mundshme, po ka një efekt jashtëzakonisht, edhe si mjek unë mund të them që kjo pika e dytë është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, është e pamundshme, po është absolutisht shumë e rëndësishme. Nëse do të matet, ndoshta, po jam shumë besim plot që do të kalohet në vend parë. Sigurisht edhe kursimi i importit të karburantit fosil me efekt pozitiv në bilancin tregtar. Faleminderit, jam i hapur për pyetje, nëse keni për sqarime, për çfarë mund të keni. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit zoti Oti, faleminderit koleg. Me lejen e antarëve të nderuar të komisionit, unë do t'i kaloja fjalën përfaqësuesit të Këshillit të Ministrave, zotit Qefalia, i cili t'ju uroj gjithashtu mirëseardhjen në këtë godinë. Faleminderit zoti kryetar. Faleminderit i nderuar deputet. Ministria e Brendshme është njohur me propozimin e deputetit. Faktikisht është një propozim që vërtet është i vlerësuar nga ana jonë, por dua të sjell në vëmendje të komisionit që Ministria e Punëve të Brendshme ka përgatitur draftin për ndërhyrjen në kodin rrugor dhe mendoj që pikërisht propozimet e deputetit dhe ne jemi pikërisht në momentin e dur dhe në fazën e dur, që propozimet e tij bashkë me propozimet që kemi përgatitur grupi e ekspertëve pranë Ministrisë Brendshme mund të bëjnë të mundur që të kemi një kod rrugor bashkohor, nisur edhe nga shqetësimi i drejtë që paraqet deputeti Hoti. Ky është mendimi jonë i Ministrisë Brendshme. Faleminderit. Faleminderit zoti Qefalia dhe po vazhdoj me zotin Ervin Hoxha që është relatori i çështjes në komision. Faleminderit kryetar, përgëzoj shumë zotin Hoti për këtë nisëm. Është vërtet një moment shumë i mirë për të marrë dhe njërë në konsiderat nisma të tilla, të cilat jo vetëm lehtësojnë lëvizjen e mjeteve elektrike, por edhe janë aty për të qenë një vlerë e shtuar në regjimin tatimor për sa i përket detyrimeve financiare të cilat janë kërkuar nga kjo nisëm. Në fakt, unë do të bëja një shtjellim shumë të shkurtër midis legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe atij shqiptar, dhe pastaj do të bëjmë përfundimin për sa i përket këtyre nismave. Projekt ligji nuk synon një parafrim
me ndonjë akt të veçantë të legjislacionit të Bashkimit Evropian. Projekt ligji i propozuar ka për objekt shtimin e një dispozite të vetme në kodin rrugor, ku parashikohet përfitimi i lehtësirave në formën e përjashtimeve, detyrimeve financiare dhe administrative për 5 vite nga data e regjistrimit të automjeteve dhe motomjeteve elektrike. Politika europiane në fakt synojnë reduktimin në mënyrë progresive të përdorimit këtyre automjeteve me motor dhe djegje të brendshme dhe stimulimin e përdorimit të automjeteve elektrike apo me emetime zero nëpërmjet instrumentave rregulator, fiskal dhe strategjive kombëtare për energjinë dhe klimën të reflektuara në planet kombëtare për energjinë. Këto masa nuk konceptohen si ndërhyrje të izoluara apo politika sporadike, por si një pjesë integrale e strategjive dhe planeve kombëtare afatgjate të dekarbonizimit dhe tranzicionit energjik. Në këtë kontekst, parashikimi sipas të cilit automjeti dhe motomjeti elektrik pajisen me targ të veçantë dhe përjashtohen nga detyrimet financiare për një periudhë të caktuar kohore, kërkon një bazë dhe një rregullim rregulator financiaro ligjor më të mirë menduar. Projekt ligji nuk refuzon praktikat krahasuese të shteteve të anëtare dhe nuk shoqërohet me analiza të ndikimit të rregulator. Tani për sa i përket legjislacionit shqiptar, në legjislacionin shqiptar përkatësisht në ligjin mbi tatimin dhe vlerën e shtuar, në Republikën e Shqipërisë janë parashikuar si detyrime të përjashtuara nga TVSH-ja aktualisht transakcionet me interes të përgjithshëm përkatësisht furnizimi e automjeteve vetëm me motor elektrik, të reja me 0 kilometra, që nuk janë regjistruar më parë për qarkullimin në asnjë shtet tjetër të Bashkimit Evropian, përveç atyre të përcaktuarve në pikën 7 të nenin 49 të ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar. Nga ana tjetër, ndryshimi i propozuar për të përjashtuar këto motomjete të gjitha nga detyrimet financiare dhe administrative për këtë kategori cënon parimin e konkurrueshmërisë së lirë lidhur me kriterin ekonomik të Kopenhagenit. Në fazën aktuale të procesit të integrimit, iniciativat legjislative duhet jenë në përputhje me legjislacionin përkatës të Bashkimit Evropian. Gjithashtu ndryshimet e propozuara nuk janë të konsultuara me Komisionin Evropian përsa lejohen nga legjislacioni dhe politikat e BE-s. Një analizë e dispozitës rezulton se mungon edhe një analizë plot financiare dhe buxhetore mbi efektet e përjashtimeve dhe reduktimeve të parashikuara dhe nuk përcaktohen qartë në nivel ligjor kategoritë e ndryshimeve. Sa më sipër, unë i bashkohem asaj që tha zëvendës ministri në relatimin e tij për sa i përket këtij projekt ligji dhe mendoj se kjo nisëm duhet parë edhe një herë më gjerë për sa i përket të gjitha ndryshimeve që do të ndodhin në kodin rrugor. Faleminderit. Faleminderit zoti Hoxha. Ka ndonjë koleg që dëshiron të marrë fjalën për këtë? Zonja Vogshi. Faleminderit, kryetar. E para po nis nga relatori, nga diskutimi i relatorit në lidhje me propozimin e kolegut Kliti Hoti. Ju kërkoni konsultime, diskutim, analizë, por kjo nuk mund bëhet nga një deputet, i takon Ministrisë përkatëse që dikasterit përkatës, institucionit përkatës, që të bëjë në kuadër të ndryshimeve të tjera ligjore, të bëjë diskutime, analizime, konsultime me komisionin e tjerë në lidhje me këtë propozim, të cilin unë realisht e gjej një propozim shumë interesant. E falenderoj zotin Hoti, kolegun Hoti, që ka marrë një nismë të tillë ligjore. Kjo është një ndërhyrje realisht, po ta shohësh me kujdes, është realisht pragmatike,
që shkon në funksion të ndihmesës së qytetarëve për t'i ulur atyre barën ekonomike për familjet, promovimin e politikave publike në mbështetje të një zhvillimi të qëndrueshëm. Sigurisht ndihmon në mbrojtjen e ajrit, në mbrojtjen e mjedisit, mjafton të esni në rrugët e Tiranës për të parë ndotjen e mjedisit. Mjafton për të parë analizimet që i bëhen ajrit të Tiranës për shkak të përdorimit të makinave të vjetra të cilat ndotin ajrin, apo të shohësh mungesën e korridoreve të ajrit në Tiranë për shkak të ndërtimit maramëndës të kullave që pastrojnë paratë e drogës dhe të trafikut dhe të krimit të organizuar, për të parë pra se çfarë ajri thithim ne dhe fëmijët tanë, ku jetojmë ne dhe fëmijët tanë, po më shumë ti për fëmijët se sa për ne. Pra është një propozim që unë gjykoj që është në ndihmë të qytetarëve, në ndihmë të një mjedisi më të pastër, në ndihmë të një ajri më të pastër dhe të jetë në një jetesë më të mirë. Pra, kjo nismë synon ta vendos Shqipërinë në të njëjtin trend me shumë vende të tjera, jo të rajonit, po me vende të tjera të Bashkimit Evropian, atje ku ne po mundohemi që të aderojmë. Shtetet të ndryshme pra po ndërmarrin masa konkrete fiskale dhe administrative pikërisht për të nxitur përdorimin sa më të madh të mjeteve elektrike si një alternativë ekonomike miqësore ndaj mjedisit. Pra, përmes kësaj nisme të kolegut Hoti, Partia Demokratike dëshmon edhe një herë se mbështet politika që shkojnë në ndihmë të familjeve shqiptare për të ulur kostën e tyre të jetesës, duke reduktuar sa më shumë shpenzime që lidhen me transportin. Po ashtu, Partia Demokratike dëshmon që mbështet stimulimin e modernizimit të parqeve automobilistike, duke orientuar tregun drejt teknologjive sa më efikase, moderne, dhe promovojnë pra mbrojtjen e mjedisit duke reduktuar ndotjen. Pra, për ne gjithë kolegët e opozitës jemi pro këtij propozimi nga ana e zotit Hoti. Mirë, faleminderit zonja Vokshi. Nëse ka kërkesë nga dikush tjetër për të komentuar mbi propozimin e zotit Hoti, me sa kuptoj, po, zoti Hoxha, lutem. Unë sqarova dhe pak më parë. Nisma në brendësinë e saj është një nisëm e plot, por ka një efekt financiar, ka një efekt që lidhet me buxhetin e shtetit. Ky buxhet duhet parashikuar, ky buxhet duhet planifikuar, duhet bërë analizë financiare dhe pastaj pas kësaj nisme ne do kemi edhe një nisëm tjetër nga kolegu Kapri, kështu që nisma të tilla janë qoftë për lehtësimin, qoftë për lëvizjen e lirë të mjeteve, shumë të mira, por kanë efekte financiare dhe këto efekte duhen parashikuar në buxhet. Këtë e ka të përcaktuar rregulloria fare mirë, nëse ka efekt financiar, nisma mbasi kalon komisionin, mbasi diskutohet në komision, nëse aprovohet nga komisioni, i kalon Ministrisë së Financave. Është Ministria e Financave që brenda një muaji e ka për detyrim që të kthej përgjigje në lidhje me nismën. Pra është rregulluar edhe kjo pjesë dhe unë kërkoj nga gjithë kolegët që ta miratojmë dhe t'ja kalojmë për opinion Ministrisë së Financave përderisa ka edhe efekte financiare. Faleminderit. Faleminderit zonja Vokshi, kuptova nga diskutimet edhe të zotit Hoxha edhe të kolegut Qefalia që jo vetëm nisma e kolegut Hoti nuk është diskutuar, nuk është parafruar, nuk është negociuar me asnjë nga institucionet e qeverisë, por paska edhe një iniciativë që do vika
nga qeveria dhe unë i inkurajoj shumë zotin Qefalia si përfaqësues i qeverisë tu që të marrë më të mirën e propozimeve që po vinë nga zoti Hoti, për sa kohë që ky propozim, siç e tha zoti Hoxha, i mungojnë elementet kryesorë të parafrimit me diskutimet që kanë të bëjnë me realitetet që po krijon administrata jonë, po e hedhin për votim. Patjetër do bësh disa komente. Por kjo është gjendja dhe zoti Hoti, lutem. Faleminderit për komentet. Realisht është një projekt ligj që nuk duhet të diskutohet. Duhet më aprovu për arsyeën sepse realisht çdo vit që humbet ose në diskutime që nuk janë të qëndësishme, është një vit për familjet shqiptare që humbin një incentiv, është një vit që ndotja mund të minimizohet edhe nuk po kontribuojmë të ndotja, edhe në fundit duhet të japim mesazhin e promovimit. Pra, ajo targ që do të jenë me disa iniciale, le të themi se i kanë, unë dhash disa shembuj, dhash shumë shembuj këtu, nga shtete që ne referojna të Europës perëndimore dhe veriore, që janë shumë më të avancume, është një model për secilin prej nesh. Edhe ato që kanë makina me bateri e kuptojnë se sa vlerë ka kjo. Te kursimi çdo familjet, te ato e përditshmja, pra ajo running cost, por edhe te investimi fillestar. Në fundit edhe me kuptu edhe teknologjinë. Pra nëse ne nuk arrim për me kuptu këtë, edhe votojmë kundra, vetëm thjesht se duhet me votu kundra, mu duket krejt pa sens. A dini kush është ndryshimi i makinave elektrike europiane dhe kineze? Është sepse europianët kuptojnë që do me bëjnë një makinë elektrike, kurse kinez kanë kuptuar që kanë një bateri edhe teknologji. Këtë duhet me kuptune. Nëse ne si vendimar, si ligjvënës, kuptojmë që këtë teknologji duhet për me implementu, e jo vetëm thjesht për pasardin, jo vetëm për targen, jo vetëm për ndotjen, jo vetëm për kursimin, por edhe për teknologjinë, sepse kjo e që po na mban mbrapa, atëherë ne duhet ta votojmë edhe realisht duhet minimumi ta çojmë për diskutim publik, të hapim një diskutim publik sepse është shumë e rëndësishme. Megjithatë, domethënë, ajo është ajo drejta kartonit që do të thonë, po. Faleminderit edhe herë. Faleminderit zoti Hoti dhe për asnjë moment asnjëri nga ne nuk tha që është kundër parimit, përkundrazi jemi shumë dakord. Ajo që thamë është që qeveria po sjell një projekt ligj për këtë, për të adresuar këtë situatë dhe të gjitha këto komponentë duhet të jenë sa më mirë të përfaqësuar në atë propozim që do sjellë qeveria. Madje unë do i kërkoja që kur të vijë propozimi nga qeveria, ju t'i bashkoheni atij propozimi jo vetëm me votën, por edhe me ide, sugjerime, inputet, cilat do t'jenë shumë të vlefshme në këtë proces, i cili do ta sjelli qytetarin jo vetëm me shkresa në Bashkimin Evropian, por do ta sjelli qytetarin edhe në produkte, në ato që përdor. Jam i bindur që propozimi për cilin bëri fjalë zëvendësi ministri Qefalia do të jetë jo vetëm më i miri, por do jetë edhe nga më gjithëpërfshirësit. Pra edhe një herë, nuk është forca e kartonit, nuk janë numrat, është logjika, e cila shumë shpejt jam i bindur që do vinë në këtë komision për të diskutuar e do vinë kuvend për të miratuar. Zonja Vokshi, zoti Malek. Kryetar, për aq kohë sa ju thoni që jeni dakord, atëherë çfarë pengon që juve t'ja kaloni si propozim Ministrisë së Financave dhe institucioneve tjera për të parë këtë nisëm? S'keni pse i bashkoni, bën një propozim opozita, juve e bashkoni, e merrni, e shisni sikur është e majorancës vetëm për të mos ja lënë opozitës. Këtë propozim ja kaloni, meqense do vinë edhe propozimet e tjera në kodin rrugor dhe juve thatë që është momenti i dur, Ministria e Financave dhe dikasteret e tjera, institucionet e tjera, kanë kohë mjaftueshëm për të parë këtë propozim dhe nëse ato gjykojnë, shpresoj shumë që gjykojnë, se është propozim shumë i mirë, atëherë kur të vinë propozimet e tjera të kodit, është bërë analiza dhe futen në propozimet e tjera dhe vjen integrale. Po ta dërgojmë kështu siç është, që ministria të kthejë një përgjigje për këtë pjesë dhe ta integrojë më tej.
Zoja Vukshi më ndalon, e kam me shumë mirësjellje, më ndalon zoti Hoti që të propozuesi, duhet ja çonte institucionet qeverisë, duhet ja çonte është propozuesi, është deputet i nderuar, duhet ta ndërmerrte këtë iniciativën dhe ta bënte. Nuk i takon komisionit që propozimin e të nderuarit tani ta përdor apo keq përdor. Po nuk e kemi polemik këtë. Nuk është polemik tani që të bëjmë polemik për këtë gjë. Po, unë po të them tani që mund të bësh sa të sqarime duash, po kjo është kështu. Më fal, kryetar. Nuk e ndërmerr deputeti, nuk shkon deputeti. Deputeti është deputet e sjell në komision. Nuk e çon te qeveria direkt, prandaj është deputet, bën nisma ligjore, propozime ligjore, i sjell në komisione. Mbasi diskutohet në komision, është detyrë e komisionit nëse ka efekte financiare, ta kaloj tek Ministria e Financave për t'i marrë mendimin nëse është affordable apo jo. Pra, është detyrë e këtij komisioni për ta dërguar në qeveri dhe jo deputeti për të komunikuar direkt dhe për t'i thënë qeverisë më jep ti mua okay. Pra, është ndryshe procedura bazuar në rregulloren e kuvendit. Faleminderit. Deputeti ka të gjithë të drejtën që t'i drejtohet qeverisë jo vetëm për informacion, por edhe për propozime. Padyshim që në rastin që ju përmendni ne nuk jemi komisioni i përgjegjës, jemi komision për dhënien e mendimi dhe edhe njerë e inkurajoj kolegun Hoti, por çdo koleg të opozitës që vjen me propozime të tilla, ti diskutoj njëherë me qeverinë, të marrë njëherë mendimin e qeverisë, nëse qeveria është në gjendje që të prodhoj projekt ligje të cilat mund të jenë gjithë përfshirëse, pse jo, jemi gjithmonë të gatshëm. Deputeti opozitës te qeveria pëlqen ty, po çfarë deputeti? Po deputeti deputeti opozitës duhet kuptoj, mos më ndërprit. Lutem. S'të kam ndërprer asnjëherë. Mos më ndërprit. Nisma për debat populist këtu nuk kalojnë. Zoti Malaj. Faleminderit zoti kryetar. Ndoqa diskutimin e të gjithë kolegëve me shumë vëmendje për vetë faktin sepse e kam lexuar propozimin e zotit Hoti. Jam shumë dakord me atë që ju thatë kryetar në momentin që mora vesh që edhe ministria është në proces për të sjellë një projekt ligj të tillë. Unë sugjeroj dhe do t'i kërkoja me shumë respekt zotit Hoti që të vit jetë pjesë e komisionit atë ditë dhe pjesa më e madhe e propozimeve që dëgjova sot nga zoti Hoti të shihet mundësia nga ana e qeverisë që të integrohen në atë projekt ligj që do të sjell. Jam shumë i qartë për sa i përket atyre propozimeve që zoti Hoti ka bërë. Personalisht jam përdorues si makinave elektrike prej shumë vitesh, edhe për këtë arsye e di shumë mirë qëllimin e tij të mirë, por duke dëgjuar njëkohësisht edhe ato çfarë than kolegët e tjerë, zoti Hoxha si relator, po dhe kryetari dhe zëvendës ministri, me shumë konsiderat dhe me shumë respekt për punën që zoti Hoti ka bërë, do t'i sugjeroja që këtë gjë ta diskutoj me ministrin përkatëse në mënyrë që pjesë e madhe dhe shëndosh atyre propozime pse jo të jenë në projekt ligjin që do të sjell Këshilli i Ministrave. Faleminderit për kontributin. Në gjykimin tim zoti Hoti keni bërë një punë shumë të mirë. Faleminderit. Fjallia fundit. Atëherë me çka kuptova, ne kemi një projekt ligjin tavolinë që ka nevojë për debat ose ka nevojë për përmirësim dhe na thuhet që qeveria do sjellin. Atëherë, kjo është krejt gati. A mundena për me minimumi me marrë në konsiderat këtë. Ma kur të vinë, unë them ma mirë një vezë sot se sa i pulë mot. Me gjatë, forca kartonit. Kur të vizë është forca kartonit, është forca e logjikës, është forca e ligjit, është forca e rregullit dhe jo e dëshirës për të futur element personal në një debat që mendoj që është shumë i gjerë edhe unë i falenderoj zoti Hoti për sjelljen e këtij propozimi. Ktu siç e thash, në momentin që do ketë një propozim nga Këshilli i Ministrave, jo vetëm ju inkurajoj për të shtuar elementet që i kishit shumë interesant, shumë mirë, po edhe do përpiqemi që ato të reflektohen. Kalojmë në
votim të projekt ligjit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 83/78 datë 22/7/1998, Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë i ndryshuar, propozim i kolegut Hoti. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Atëherë projekt ligji me 3 vota pro, asnjë kundër dhe 7 abstenime nuk miratohet. Vazhdojmë me pikën tjetër të renditës. Zoti Kapri, do e filloni me juve, po ndruam radhën. Ku të duash? Ku të kesh qef? Ti antarje, kështu që mund të rish ku të... Dhe do shqyrtojmë gjithashtu një tjetër propozim për ndryshim projekt të kodit rrugor, kësaj radhe propozim të kolegut Erald Kapri. Jemi komision për dhënie mendimi dhe zoti Kapri, nëse mund vazhdojmë, keni fjalën. Faleminderit zoti kryetar. Atëherë, në atë parë do të shpreh disa konsiderata. Jam bërë fiks 6 muaj që unë kam sjell këtë nismë ligjore në parlament dhe është për të ardhur keq, themi të drejtën, që ka vonesa të tilla për të diskutuar për projektligje që vijnë nga deputetët. Edhe kemi të bëjmë me standarde të 2 fishta, sepse propozimet e deputetëve të majorancës kanë kaluar dhe brenda 2 javësh në parlament, ndërkohë që një propozim si ky që unë kam sjell për një situatë të krijuar imediate, u zvarrit për 6 muajsh dhe sot po ndjej edhe nga majoranca që po bëhet gati dhe për ta rrëzuar me votë. I nderuar zoti kryetar, në tetor të vitit të kaluar, Ministria e Brendshme nxori një urdhër antikushtetues, pra një urdhër të ish-ministres atëherë me ish drejtorin e përgjithshëm të policisë, sipas të cilit ndalohen monopatinat elektrike të qarkullojnë në rrugat e qyteteve. E para njerë kemi të bëjmë me një shkelje të kushtetutës, sepse kemi të bëjmë direkt me kufizim lirie të njerëzve. Pra, qeveria nuk ka tagrin që të kufizojë lirin e njerëzve. Dhe për më tepër, vendosa në fuqi e këtij urdhri që shkel lirit dhe drejtat e njerëzve në Shqipëri, u kthye edhe një andrall të madhe për policinë e shtetit. Kishim forca të shumta policie që ju turrën të rinjve dhe adoleshentëve që ja u rrëmbenin monopatinat, u jep një lloj proces verbali bllokimi, i fusin për makina, e çonin në pika bllokimi sekuestrimi dhe u mbanin me muaj. Sot kemi të konfirmuar zyrtarisht nga policia e shtetit që janë rreth 2000 monopatina elektrike të qytetarëve që mbahen atje të bllokuara, pa ligj, janë dëmtuar, kanë humbur kontaktin fizik në sensin që shkojnë të rinë t'i marrin atje, nuk ja u gjen më, janë shkatruar. E bëhet fjalë për një dëm prej miliona eurosh. Tani, thelbi, përpara se mund të them diçka teknike për ndryshimet që unë kam kërkuar në kodin rrugor, thelbi në radhë të parë ka të bëjë me lirinë. Pra, si mundet qeveria në një ditë të bukur, pa paralajmërim, thotë që mjetet elektrike të vogla që qarkullojnë në qytet bllokohen. Dhe me këtë arsyetimi bie të bllokonte dhe biçikletat, i bie të bllokonte dhe patinat e vogla me rrota për kalamajt. Bllokonte motorat elektrik, motorat e tjerë. Pra nuk ka një logjik se do bllokohen këto dhe nuk bllokohen tjerat. Dhe argumenti që është dhënë që janë burime aksidentesh. Dhe sipas së njëjtës logjike, mirë që ish-ministria nuk nxori një urdhër të bllokonte dhe trafikun rrugor, sepse edhe makinat janë burim aksidentesh. Pra që këtu, kjo është një qeverisje e cila çohet në mëngjes edhe thot çfarë të bëjmë sot, diçka të shpangim vëmendjen dhe vendosim. Tani, kjo nuk është shaka, të nderuar kolegë të majorancës, sepse jam marrë me qindra të rinj të cilët janë prekur nga ky urdhër antikushtetues i ish-ministres së Brendshme.
Dhe pretendohet që janë të paktën vetëm në Tiranë, 10.000 të rinj që i përdorin këto pajisje elektrike. Pra përderisa policia ka bllokuar 2.000, afërmendsh ka 5 fishe të tjera në qarkullim. Dhe vendimi i qeverisë është kaq qesharak sa sot policia është dorëzuar. Janë të pakta rastet ku policia tani ndalon në rrugë të rinj me monopatina sepse është andrall për ta. Duhet ta ndalojnë, ta gjemojnë, t'ia rrëmbejnë atë, t'i bëjnë një proces verbal të lera aman dhe i thon ik mos të shikoj të rrugë kryesore. Dhe të rinj tani çfarë bëjnë? Nuk dalin në rrugë kryesore, por dalin në rrugë dytësore në mënyrë që të mos e shikoj policia që t'ia rrëmbejë monopatinat. Pra kjo është e pamendueshme. Tjetër është edhe antihumane. Tani monopatinat përdoren nga të rinj, kryesisht adoleshentët, por edhe të rinj dhe sapo diplomuar, të cilët kanë gjetur punën e parë me siguri me pagë minimale dhe nuk e kanë luksin të kenë një makinë. Dhe monopatina që kushton nga disa qindra euro e diçka më tepër, është një zgjidhje për të shkuar nga shtëpia në punë, për të shmangur e trafikun dhe për të kurthyer. Dhe kështu po ndodh kudo në Perëndim. Pra nuk është shaka kjo, ajo është një ndihmes për jetën e tyre dhe heqja e monopatinës i ka dëmtuar direkt në jetën dhe kostën e jetës së tyre. Tjetër, janë me 10 biznese të vogla, të rinjve patjetër dhe këto, të cilat jetojnë me këto biznese. Pra i importojnë, i certifikojnë, janë kthyer në servise sepse kanë nevojë të rregullojnë baterinë, gomat, dhe kanë punësuar me 10 me qindra të rinj që merren në këto sektore se janë të aposionuar. Dhe sot janë hedhur në rrugë. Pra që këtu tregon një shtet pa siguri juridike. Tjetër, ajo çfarë është prap e papranueshme është që nuk ka asnjë vend europian të Bashkimit Evropian që i ndalon. E gjatë gjithë kësaj periudhe që unë kam propozuar projekt ligjin, kam qenë në disa kryeqytete europiane dhe kudo vetë personalisht i kam hypur një monopatine. Kudo. Para 2 javësh isha në Bruksel, në qendër të Brukselit, e mora me qira një monopatin dhe shëtita në qendër të Brukselit. Dhe policët ishin aty dhe nuk të thoshte njëri gjë. Pra, nuk ka një vend që e ndalon. Maksimumi ka një rregullim, por kur se si të ketë ndalim. Dhe aq më tepër ndalim të kësaj forme. Madje e di çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur kjo që për shembull nuk shiten më monopatina të vogla elektrike, po shiten motora elektrik. Edhe arsyeja është se të rinj thonë që policët nuk i dallojnë dot çfarë është, do duket si motor normal dhe nuk e ndalojnë. Pra sepse kjo është një gjë që nuk mund ta ndalosh dot. Si mund ti ndalosh njerëzit të qarkullojnë? Raste evropiane ka sa duash. Projekt ligji që un kam propozuar është një projekt ligj kryesisht i variantit austriak, megjithëse ti mund gjesh modele sa të duash. Para një muaj e rregulloi edhe Italia dhe ka vendosur vetëm 3 elemente. Kaskën, një mini targ dhe një mini siguracion. Pra kjo është qasja më konservatore që ekziston në Bashkimin Evropian për monopatinat. Dhe siguracioni është minimali nga 25 euro dhe 45 euro në vit që u kërkohet dhe mbajtja e kaskës. Tani, në projekt ligjin që unë kam propozuar, është që monopatina të konsiderohet si një biciklet, pra qarkullon në korsit e bicikletës atje kur është e mundur, qarkullon në pjesën e djathtë të rrugës, nën moshën 14 vjeç është ndaluar të përdoret, nëse përdoret në 14 vjeç ma përgjithësi prindi, nga mosha 14 dhe 18 vjeç është e detyruar kaska mbrojtëse dhe kaq është. Pra kjo është edhe të mos ecën më shumë se 25 km/h. Dhe kjo është kaq shumë e realizueshme sepse të gjitha monopatinat elektrike e kanë shumë të thjeshtë gradimin e tyre. Pra që kur e ble tek porositësi, e vë me ligj, siç janë kryesisht në vendet evropiane, që ato nuk kalojnë shpejtësinë 25 km/h. Çka i bën të sigurta, ekologjike dhe as pak jo misore siç e trajton qeveria në Shqipëri. Pra, duhet jemi serioz. Një vendim i papërgjeshëm i qeverisë u ka sjell probleme, u ka nxirr jetën të paktën 10.000 të rinjve në Tiranë dhe ne nuk mund mos jemi të ndjeshëm për këtë gjë. Kanë kaluar 8 muaj. Vendoseni veten
në pozitën e një të riu e intereje, të cilët janë dhe brez tjetër, që e duan botën ekologjike, e duan gjithë teknologjinë dhe botën elektrike, gjenë punën e parë, nuk kanë mundësi të blenë makinë, nuk mund të përdorin transportin publik, se nuk ka Tirana transport publik, dhe blenë një monopatin. Dhe shkojnë në punë me atë monopatin. Tani, pse do ta pengojmë në këtë gjë? Pra kjo është i pandjeshmëri. Dhe ndaj kujt? Ndaj brezit që ka më pak të nevojshme ndikimin e qeverisë. As duan të dinë fare për qeverinë, siç e pat dje edhe në protestë. Madje edhe në protestën e dërimeve dje në Tiranë, ishën plot me monopatina. Kishin ardhur me monopatina aty. Edhe si shenjë proteste dhe revolte. Sepse është një lloj sikur tu marrësh celularin njerëzve. Pra, në përfundim, unë e kuptova paga shumë qasjen e maxhorancës, sipas të cilës pavarësisht se u prit 6 muaj për të ndryshime në parlament, duan ta rrëzojnë sepse qeveria mund të sjellë një propozim tjetër që nuk e dim se do të jetë ky propozim tjetër, të vonohet edhe disa muaj, ndërkohë që, siç e thash, për 8 muajsh ju është nxirr jeta të paktën 10.000 të rinjve në Tiranë, pa llogaritur në qytete të tjera, për një capriccio të ish ministres, apo për ndoshta edhe në një plan diabolik për të kapur edhe këtë treg në rritje në Shqipëri, sepse nuk është treg i vogël, dhe me siguri ta parapërgatisin që ndoshta në një oligark i radhës të kapi edhe këto tregun e gjithë tyre pajisjeve elektrike që hynë në Shqipëri. Faleminderit, jam i hapur për pyetje. Faleminderit zoti Kapri, do t'i jap fjalën më njëherë përfaqësuesve të Këshillit të Ministrave, zoti Qevalia. Faleminderit sërish zoti kryetar, faleminderit zoti deputet. Fakta dhe me nismën tuaj unë jam njohur, domethënë si përfaqësues si Ministrisë Brendshme, Ministria e Brendshme është njohur. Është një nisëm që duhet vlerësuar, por nuk po merrem me se as ju morët drejt për drejt me propozimin e nisëm, po më merrem me ato çka ju referuat këtu. Ju krijuat përshtypjen sikur përdorimi i monopatinave dëmton qeverinë. Në fakt nuk është kështu. Qeveria është, po ju folët dhe ju i detyruar të dëgjosh, sepse jemi këtu për të diskutuar dhe për të marrë edhe mendimet e njëri tjetrit. Qeveria në të gjitha rastet është e interesuar për ruajtjen e shëndetit publik. Dhe fluksi i madh i vizitorëve, sidomos në Tiranë, i numrit të madh të turistëve, ka sjell që të ketë pasoja të mëdha të aksidenteve. Dhe unë nuk kam ndjekur vazhdimisht dhe vlerësoj dhe kontributin tuaj si deputet për nismën që keni marrë, por edhe njëherë dua të theksoj që qeveria është në përfundim dhe së shpejti e hedh këtë draft në diskutimin publik, në marrjen e opinionit publik, lidhur me këtë problem. Nuk po ndalem tani te shifrat e aksidenteve apo mënyra se si është vepruar për të frenuar këtë. Ne nuk jemi kundër zhvillimit, nuk jemi kundër përdorimit të këtyre mjeteve. Ne jemi këtu për të siguruar jetën e qytetarëve në mënyrë që të ketë rregulla dhe precize fikse në këtë drejtim. Ju morët disa shembuj, në fakt edhe unë po ju sjell disa shembuj. Në Paris në para 2 vjetësh u bë një anketim i gjerë për përdorimin e monopatinave me qera, besoj e një njohur. Po me qera, unë e theksova me qera, nëse do ta them sërish po ta them, por pra me qera. Dhe rezultoi që nga referendumi që u zhvillua atje, u vendos që të kufizohet dhe të ndalohet përdorimi i tyre. Ne nuk kemi për ndalimin e tyre, ne jemi për vendosjen e rregullave precize për të përcaktuar rrugët e lëvizjes, për të përcaktuar shpejtësinë e lëvizjes, për të përcaktuar moshën e përdorimit të tyre, për të përcaktuar mënyrën se si do jenë të identifikuara dhe jemi plotësisht dakord. Nuk është se kemi bërë ndonjë gjë, kemi dhënë një mesazh të nisur nga qytetarët që përdorimi i tyre kërkon që të vendosen rregulla të reja. Dhe fakti që ne jemi duke diskutuar dhe kemi ngritur një grup pune dhe së shpejti e hedhim konsultim publik, patjetër që do merren në referencë edhe propozimet tuaja. Dikush
kolegja deputetja Voksi tha pse do merret deputeti me qeverinë. Në fakt, të gjitha kodet kërkojnë shumicë të cilësuar. Dhe kjo majorancë vërtet ka fituar dhe ka vullnetin politik për qeverisur dhe për ndërmarrë ligje siç e ka dhe drejtët e deputeti apo 20.000 qytetar. Por votimi i këtyre kodave kërkon patjetër dhe votën tuaj. Dhe prandaj e rithejmë edhe një herë që gërshetimi dhe sjellja të gjithë mendimeve tuaja, pse jo dhe propozimi që do vi së shpejti sërish edhe në komisionin tuaj, do t'i shërbej më së miri zgjidhjes së këtij problemi. Faleminderit. Replik, zonja Voksi. I përmend emrin. Po. Faleminderit kryetar. Zëvendës ministri e di shumë mirë si funksionon, se ka qenë deputet me eksperiencë dhe e di shumë mirë që janë pushtete të ndara dhe duhet të mbahen të tilla të ndara. Deputeti nuk sjell nism vetëm se i pëlqen qeverisë apo nuk i pëlqen qeverisë, sepse për ndryshet i bashkon të dyja, siç ju po tentoni që ta bëni, dhe nuk sjell fare asnjë propozim apo nism ligjore opozita apo jo. Sepse keni qenë në opozit, keni sjell propozime, ne jemi në opozit, sjellim propozime dhe pikërisht propozimet kur janë, kur shihen të arsyeshme, bashkohen votë, por nuk shkon të qeveria ti marrë leje qeverisë. Jo, këto tha kryetari dhe e përsëritët dhe juve. Pra janë pushtete të ndara, qëllimshëm janë bërë të ndara dhe deputeti nuk ka pse shkon tek qeveria, shkon te komisioni i përkatës, e diskuton me deputetët e komisionit përkatës, komisionit të integrimit dhe nëse majoranca e vlerëson bashkë me opozitën, e vlerëson që ky është një propozim i mirë në favor të qytetarëve dhe jo të pushtetarëve, atëherë pikërisht komisioni përgjegjës ja kalon pastaj qeverisë. Kjo është mënyra. Pra e përcakton rregulloria të gjithë këtë. Jo të shkojmë neve te qeveria, ai teket e Diramës të kaloj monopatinat apo jo. Jo, nuk është kështu. Thjesht për ta saktësuar, them dhe unë, sepse nuk bëhet në parlamenti, siç e kanë theksuar edhe afeti në raportin dhe në rezolutën e fundit, që besoj që kryetari e ka lexuar shumë mirë, duhet të përfshirë opozita, duhet marrë parasysh nismat e opozitës, të ketë konsultime, jo vetëm me opozitën, por me gjithë palët e tjera të interesi, sepse shohim një pjesë e mirë e ligjeve kalojnë krejt pa konsultime. Pra, hajde, duam shkojmë në Europë. Hajde, pra e nisim që tani, kemi sjell nisma, çojini nismat në ministri dhe ndiqni procedurën. Po jo pra filloni hipni poshtë gjithë nismat e opozitës vetëm se janë të opozitës. Nuk e ka me juve këto, po e ka me deputetët e majorancës. Faleminderit. Faleminderit, zonja Voksi. Kuptova dhe nuk isha si dyshim që çdo nismë këtu nuk është funksion të mirës qytetarëve, por është funksion të kredos politike të individëve të caktuar, edhe nuk merret parasysh fare se kush ka dëshirë dhe çfarë duhet bërë, po sjellim nisma që këto të krijojnë situata populiste, të krijojnë situata të cilat për fat mirë nuk kanë as indikim tek njerëzit, po i shohim si po shkojnë gjërat. Zoti Hoxha, unë do vazhdoj me relatorin e çështjes, ju jeni relatorit, lutem. Fjala për ju, edhe pastaj do jap fjalën zotit. Faleminderit kryetar. Në fakt është mirë që ne të qëndrojmë tek qëllimi i kësaj nisme. Dhe qëllimi i kësaj nisme është rritja e parametrave të sigurisë rrugore dhe parandalimi i aksidenteve. Në një komision për Europën dhe punë të jashtme, ku flitet për 10.000 mjete dhe nuk bëhet asnjë analizë, por fillohet me akuza, do të merret tregu i këtyre mjeteve, do të bëhet monopol, se këtu oligarkët do të vinë dhe do të blejnë monopatina dhe do t'i shesin më shtrenjtë. Kjo është një absurditet i papar ndonjëherë. Është e vërtet, është më lërë të flas tani, më lërë se të dëgjuam, se partia ju e ka një zakon shumë të keq. Pra ju na kërkoni që t'ju dëgjojmë dhe pastaj vetë nuk dëgjoni. Edhe kryetari juaj po të njëjtën gjë bën. Kështu që na lë ta mbarojmë mendimin. Pra, ideja është kjo, që
këto akuza nuk kanë vend në këtë komision. E para, ne po flasim për një nisëm ku dhe ish Ministria e Brendshme e ka thënë që këto mjetet do të targohen dhe në këtë kuadër qeveria, Ministria e Brendshme ka nisur një hartim të një projekt ligji të cila ku ne do t'i përfshijmë të gjitha këto nisma. Tani unë nuk e kuptoj këtë problemin që ngrini juve dhe këto akuzat që ngrini, kur këtu flitet për 10.000 mjete, të cilat janë burim aksidenti dhe kanë shkaktuar aksidente me pasojë vdekjen. Kanë shkaktuar dhe kërkojnë një analizë shumë të mirëfillt, kërkojnë një rrjet rrugor, kërkojnë një infrastrukturë rrugore. Kështu që edhe ai urdhri që është nxjerrë, që juve përmendët, nuk është urdhër i cili privon lirinë e njerëzve, është urdhër që i drejtohet trupës së policisë për parandalimin e aksidenteve. Dhe mos e thoni sikur është një urdhër që nxjerr polici në rrugë për të marrë këto mjete. Pra ka ndodhur aksidente me këto mjete dhe trupa e policisë ka bërë kontrole për parandalimin e këtyre aksidenteve. Është pikërisht për këtë qëllim. Kështu që ndër të tjera, gjithashtu këto propozime nuk janë konsultuar me Komisionin Evropian, përsa lejuar nga legjislacioni dhe politikat e Bashkimit Evropian në këtë drejtim. Të presim variantin e Ministrisë së Brendshme, të presim nismën, e falenderoj shumë nismëtarin, edhe relacionin e kam lexuar me vëmendje, është një relacion i detajuar, e ngremet vërtet këtë problem, kështu që i bashkohem edhe asaj që tha zëvendës ministri, përfaqësuesi i Ministrisë së Brendshme, të presim pra të gjithë këtë paketë rregullatore ku do të bëhen dhe ndërhyrjet në kodin rrugor dhe pastaj ta miratojmë. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti Hoxha, zoti Kapi. Faleminderit zoti kryetar. Tani dëgjova me vëmendje dhe zotin zëvendës ministër dhe relatorin, ish ministri i brendshëm i këtij vendi. Dhe problemi është në gjykimin tim është që kanë një pandjeshmëri kronike, të pabesueshme. Janë 8 muaj që ende presim. 8 muaj për shkak të një urdhri antikushtetues, dhe ai është në gjykatën kushtetuese dhe jam i bindur që ta realizojë gjykata kushtetuese, se ka çuar shoqëria civile. Por 8 muaj e thash, janë 10.000 të rinj, si e gjen numrin 10.000, por derisa ti ke bllokuar 2.000, sigurisht që ke edhe 8.000 të tjera. Pastaj mjafton të pyesësh në dogan dhe në tatime se sa ka të regjistruara këto. Sigurisht janë mbi 10.000, se kanë vite që importohen dhe shiten në tregun shqiptar. Pra, kur ato kanë qenë në qarkullim, janë pjesë e jetës të tyre të rinjve, dhe në një moment caktuar, pa paralajmërim, ti ja u bllokon, ja heq mundësinë atyre për të jetuar normalisht, kalojnë 8 muaj dhe nuk ka asnjë zgjidhje, jo po prit të vijë qeveria tani me një draft, me një kështu, që sikur s'jetoni këtu. 8 muaj, dhe po flasim për një shtresë të popullsisë që numëron qindarkat. Pra ata të rinj ty e kanë bërë monopatinën, jo thjesht për të dukur trendit, është dhe trendi të dalësh me monopatin, por e kanë bërë sepse kursejnë, se s'kanë mundësi të blenë makinë. S'kanë naq rrogë të madhe të marrin kredit të blenë makinë. Edhe është një zgjidhje për të shkuar nga shtëpia në punë. Kaq, tani 8 muaj qeveria bën, domethënë flet këtu sikur jetojmë në Skandinavie, kuptoni? S'ka logjik fare. Dhe për më tepër, zoti zëvendës ministër, se përmendët që po të qarkullojnë në rrugë, ka njerëz, ka turistë, i ka urdhëro këtu. Unë jam këtu në qendër të Brukselit. Në qendër të Brukselit jam këtu. Me monopatin, shëtisja në rrugë të Brukselit. Jam me forcat e policisë këtu. Edhe nuk më tha njeri që ndalohet në kryeqytetin e Evropës. Po pra, pedonale ndalohen, po dakord, sepse si rregull do të bllokohen edhe në pedonale. Pra, nuk ka asnjë vend i Bashkimit Evropian që i ndalon lëvizjen e tyre, se po flasim ai për afrojmë legjislacionin. Tani unë po kërkoj përgjigje në një pyetje. Më thoni një vend që i ndalon. Ore mund të ketë diskutime, mund të ketë debat. Janë të sigurta, s'janë të sigurta, por në thelb është çështje lirie. Dhe kur ja kufizon njerëzve lirinë ti, do të thotë që ti nuk do t'ia dish fare për njerëzit. Se imagjino çfarë u bën pastaj për pronën.
çfarë u bën për punën, për votën, për gjithçka tjetër, sepse kjo është arrogancë pushteti. Se njerëzit të logjikojnë, kur këta zuan t'ja din edhe të rëmbejnë dhe monopatinën, po ta se kanë bërgjë të bëjnë të tjera gjëra, ka kaluar 8 muaj dhe tallemi për gjithë të rinjtë e kryeqytetit dhe gjithë Shqipërisë, të cilët nga halli kanë gjetur një zgjidhje për të shkuar në punë dhe ne tani për kapriço i bllokojmë ato dhe themi pritja të shohim. Është e papranueshme. Faleminderit. Tani, unë jap gjithmonë relatorit të fundit fjalën, në mënyrë që ta mbyllim të bisedën, se nuk do ta bëj kështu debat midis relatorit edhe deputetëve. Për këtë arsye, unë po e fus projektligjin e propozuar nga kolegu Kapri për votim edhe për procedurë. Lejoni ta lexoj këtë titullin e projektligjit për disa shtesa të ndryshimi, ligjin 83/78, datë 22/7/1998, Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë ndryshuar, propozim i deputetit Erald Kapri. Kush është pro? Kundër? Abstenim me 2 vota pro, 7 kundër dhe asnjë abstenim, projektligji nuk miratohet. Zoti zëvendës ministër, faleminderit, jo, se mbaroi koha patjetër. Siç e tham, gjitha propozimet do vinë, edhe nuk ka nevojë për rrugë zyrtare, se tashmë zyrtarisht është ky format, ky është formati më zyrtar, mendoj që mund të jetë, mund t'i merrni këto propozime. Dhe vazhdoj me pikën e 3 të rendit ditës, shqyrtimin e projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Republikës Polonisë për sigurimet shoqërore, dhe do bëjmë një pauzë të shkurtër. Atëherë vazhdojmë me pikën tjetër të rendit ditës, që anuncova pak më parë, shqyrtimin e projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Republikës Polonisë për sigurimet shoqërore. Jemi komision për dhënë e mendimi, kemi të ftuar përfaqësues të Këshillit të Ministrave, zonjën Olta Manjani, zëvendës ministre Ekonomie dhe Inovacioni, shoh drejtorin e përgjithshëm të Institutit Sigurimet Shoqërore, zotin Hado Pranishëm, edhe kolegë të tjerë nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit. Zëvendës ministre, me njëherë fjala për ju, në mënyrë që të vazhdojmë me diskutimin. Mirëmëngjes, i nderuar kryetar, nderuar deputet. Projektligji që paraqitet sot për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Polonisë për sigurimet shoqërore përfaqëson një hap të rëndësishëm në forcimin e mbrojtjes sociale për qytetarët që jetojnë dhe punojnë në të dyja vendet. Kjo marrëveshje është ndërtuar mbi parimet evropiane të koordinimit të skemave të sigurimeve shoqërore, duke garantuar trajtim të barabartë për personat e punësuar, për të vetë punësuarit dhe për familjarët e tyre, si dhe duke siguruar ruajtjen e të drejtave të fituara apo në proces fitimi për qytetarët që kanë kontribuar në skemat respektive të të dyja vendeve. Në praktik, kjo marrëveshje krijon mundësinë që periudhat e sigurimit të realizuara në Shqipëri dhe në Poloni të merren në konsiderat së bashku për përfitimin e pensioneve dhe përfitimeve të tjera të skemës së sigurimeve shoqërore, duke shmangur humbjen e viteve të sigurimit dhe duke garantuar akses më të drejtë në këto përfitime. Nga dënat më të fundit institucionale, rezulton se në Shqipëri ka një prani të qëndrueshme të shtetasve dhe subjekteve polake. Gjatë 3 viteve të fundit janë evidentuar 260 shtetas polak, gjithashtu operojnë rreth 137 biznese aktive me pjesëmarrje polake në Shqipëri, të shpërndarë në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Në Poloni ka afërsisht rreth 1000 shtetas shqiptar që jetojnë, është një komunitet në rritje, profesionistës dhe familjes të cilët janë zhvendosur për biznes apo për punësim, si dhe mbi 100 shtetas shqiptar që studiojnë në universitetet polake në kuadër të programeve të ndryshme të shkëmbimit dypalësh. Njëkohësisht, përvoja e Shqipërisë në zbatimin e marrëveshjeve dypalëse tregon rezultate konkrete. Nga viti 2016 deri në maj të vitit 2026 janë trajtuar rreth 18.300 praktika, duke reflektuar rëndësinë dhe përdorimin në rritje të këtyre instrumenteve.
Marrëveshja mbulon fushat të rëndësishme si pensionet e pleqërisë dhe invaliditetit dhe pensionet familjare, pra kolonën e parë, shtyllën e parë, duke mundësuar njohjen dhe bashkimin e periudhave të sigurimit të realizuara në Shqipëri dhe në Poloni për qëllime pensioni, përfitimet për sëmundje dhe barlindje, duke siguruar mbrojtje në rast paaftësie të përkohshme për punë apo gjatë periudhës së lindjes dhe kujdesin për fëmijët, përfitimet nga aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale, duke garantuar mbështetje financiare për personat të cilët pësojnë dëmtime apo humbje të aftësisë për punë si pasojë e aktivitetit të tyre profesional. Shtylla e 4, pagesat e papunësisë, duke u siguruar që periudhat e sigurimit të merren në konsiderat edhe për përcaktimin e të drejtave që lidhen me papunësinë dhe mbështetja financiare për familjarët në rast humbje të jetës së personit siguruar, pra pensioni i pasjetuesit. Gjithashtu ajo përcakton dhe mekanizmat të qartë bashkëpunimi ndërinstitucional, shkëmbimi informacioni apo ndihmë administrative ndërmjet institucioneve kompetente të dyja vendeve. Kjo marrëveshje nuk krijon detyrimet menjëhershme financiare të matshme për buxhetin e shtetit për momentin, pasi këto përfitime mbështeten mbi parimin kontribues dhe financohen nga fondet e sigurimeve shoqërore. Në një plan më të gjerë strategjik, kjo marrëveshje është pjesë e një rrjeti të zgjeruar marrëveshjesh dypalësh që Shqipëria tashmë ka lidhur ndër vite me vende të Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Perspektiva e këtij procesi është e qartë, të garantojë mbrojtje sociale për çdo qytetar shqiptar kudo që ai jeton dhe kontribon nëpërmjet zgjerimit të marrëveshjeve dypale në fushën e sigurimeve shoqërore. Ne nuk po ndërtojmë thjesht instrumenta juridik, por po mbrojmë konkretisht të gjithë punën dhe kontributet e bashkëqytetarëve tanë jashtë vendit, duke i shndërruar ato në të drejta të prekshme sociale. Ky është një angazhim i drejtë për drejtë i shtetit shqiptar ndaj diasporës për të forcuar lidhjen me të dhe për të garantuar se askush nuk humbet të drejtat për shkak të lëvizjes ndërmjet vendeve të ndryshme. Njëkohësisht, kjo qasje na ofron më tej me standardet europiane, konsolidon sistemin tonë të mbrojtjes sociale dhe reflekton angazhimet që Shqipëria ka ndërmarrë në kuadër të procesit të integrimit europian, veçanërisht në kuadrit të kapitullit 2, lëvizja e lirë e punëtorëve, por edhe të kapitullit 19, ku koordinimi i skemave të sigurimeve shoqërore përbën një element thelbësor të kuadrit ligjor të Bashkimit Evropian. Rezultatet janë tashmë konkrete, deri më sot Instituti i Sigurimeve Shoqërore, siç e tham, ka trajtuar mbi 18.000 praktika dhe ka në fuqi 16 marrëveshje, duke dëshmuar qartë ndikimin real që këto marrëveshje kanë në jetën e qytetarëve. Ratifikimi i kësaj marrëveshje është një tregues konkret i angazhimit Republikës së Shqipërisë për mbrojtjen sociale të shtetasve të saj jashtë vendit dhe për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe me Republikën e Polonisë. Për këtë arsye, ju ftoj të mbështesni miratimin e këtij projektligji dhe jemi të gatshëm nëse keni pyetje. Faleminderit. Mirë, faleminderit shumë, zënës ministra. Relatore nga komisioni është kolegja Sara Mila, cilës i jap me njëherë fjalën. Faleminderit kryetar, të nderuar kolegë deputet, të nderuar përfaqësues nga Ministria. Në mbledhjen e sotme të Komisionit për Europën dhe Punët të Jashtme, shqyrtojmë projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes nëpërmjet Republikës Shqipërisë dhe Republikës Polonisë për sigurime shoqërore. Ky projektligj është propozuar nga Këshilli i Ministrave dhe është depozituar në Kuvend me 5 maj të 2026. Komisioni jon e shqyrton këtë projektligj në cilësinë e Komisionit për dhënie mendimi në përputhje patjetër me rregulloren e Kuvendit. Qëllimi i projektligjit është ratifikimi i marrëveshjes dypalëshe nëpërmjet Republikës Shqipërisë dhe Republikës Polonisë në fushën e sigurimeve shoqërore. Marrëveshja synon të krijojë një kuadër të qartë juridik për koordinimin e sistemeve të sigurimeve shoqërore të dy vendeve tona, duke garantuar mbrojtjen e të drejtave sociale të shtetasve shqiptar dhe polak që kanë punuar, kanë ushtruar veprimtari ekonomike ose kanë realizuar periudha sigurimi në territorin e palës tjetër. Rëndësia e kësaj marrëveshje qëndron në faktin se ajo shmang humbjen e të drejtave të fituara ose në proces fitimi për shkak të lëvizjes së qytetarëve nëpërmjet Shqipërisë dhe Polonisë. Në mënyrë të veçantë, marrëveshja garanton trajtimin e barabartë të shtetasve të dy vendeve, përcaktimin e legjislacionit të zbatueshëm, njohjen dhe bashkimin e periudhave të sigurimit, si dhe mundësinë e eksportimit të përfitimeve. Në praktik, kjo do të thotë se një shtetas shqiptar që ka punuar në Shqipëri dhe më pas në Poloni ose anasjelltas nuk do të humbas periudhat e sigurimit të realizuara në secilin prej vendeve. Këto periudha mund të merren në konsiderat së bashku për përfitimin e pensioneve
apo të përfitimeve të tjera sociale sipas kushteve të parashikuara në legjislacionet përkatëse. Përvoja marrëveshjes ekzistuese në këto fusha ka treguar se këto instrumente kanë vlerë të drejtë për drejtë për qytetarët, sipas të dhënave të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, deri në janar 2026 janë trajtuar mbi 14.500 praktika në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare në fuqi, ndërsa mekanizmi i totalizimit të periudhave të sigurimit ka mundësuar lidhjen e 460 pensioneve të pleqërisë për persona që nuk plotësonin kushtin minimal të sigurimit vetëm mbi bazën e periudhave të realizuara në Shqipëri. Projekt ligji ka një strukturë të thjeshtë dhe përbëhet nga 2 nene, vetë marrëveshja përbëhet nga 32 nene të organizuara në 5 pjesë kryesore, ajo rregullon fushën materiale dhe personale të zbatimit, marrëveshja mbulon disa kategori të rëndësishme përfitimet, përfshirë pensionet e pleqërisë, pensionet e invaliditetit, pensionet familjare, përfitimet për smundje dhe barlindje, përfitimet e papunësisë, përfitimet për aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale, si dhe grantet e vdekjes. Një element më rëndësishëm për caktimi i legjislacionit zbatueshëm për personat që ushtrojnë aktivitet në territorin e të 2 shteteve, kjo shmang mbi vendosjen e detyrimeve të kontributeve dhe i jep qartësi qytetarëve, punëmarrësve, të vetpunësuarve, personelit transportit ndërkombëtar, nënpunësve civil, personelit diplomatik, por dhe patjetër kategorive të tjera specifike. Duhet kemi parasysh se sa i përket përputhshmërisë me akit Bashkimit Evropian, projekt ligji nuk synon për afrimin e drejtë për drejtë të legjislacionit BE-s, pasi kemi të bëjmë me ratifikimin e një marrëveshje ndërkombëtare 2 palëshe. Megjithatë, marrëveshja patjetër shartuar në frymën e rregullave europiane për koordinimin e sistemeve të sigurimeve shoqërore, veçanërisht të parimeve të parashikuara në rregullore numër 883 ndjes fraksion 2004 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, si dhe në instrumentet e mëparshme të BE po në këtë fushë. Në këtë kuptim, projekt ligji është në harmoni me objektivat e procesit të integrimit evropian, veçanërisht me ato që lidhen me lëvizjen e lirë të punonjësve, politikat sociale dhe mbrojtjen e drejtave të personave që lëvizin nëpërmjet shteteve. Ai lidhet gjithashtu me frymën e marrëveshjes së stabilizim asocimit, e cila parashikon bashkëpunimin në fushën sociale dhe koordinimin e sistemeve dhe të sigurimeve shoqërore. Të nderuar kolegë, ratifikimi i kësaj marrëveshje përbën një hap të rëndësishëm në zgjerimin e rrjetit të marrëveshjeve ndërkombëtare Republikës Shqipërisë në fushën e mbrojtjes shoqërore. Ky është një instrument patjetër konkret në mbrojtjen e qytetarëve shqiptar që jetojnë, punojnë apo edhe kanë kontribuar në Poloni, si dhe të atyre shtetasve polak që kanë realizuar periudha sigurimi në Shqipëri. Marrëveshja patjetër që forcon sigurinë juridike, garanton trajtim barabartë, mbron të drejtat sociale të fituara dhe lehtëson lëvizshmërinë e lishme të fuqisë punëtore nëpërmjet 2 vendeve tona. Për këtë arsye, duke vlerësuar se projekt ligji është gjithashtu në përputhje me kushtetutën, me legjislacionin në fuqi, me procedurat për marrëveshjet ndërkombëtare, si dhe me objektivat e integrimit evropian të vendit, i propozoj të gjithë kolegëve të Komisionit për Europën dhe Punët e Jashtme të jap gjithashtu një mendim pozitiv për këtë projekt ligj. Ju faleminderit. Faleminderit Zoja Hoxha, Zoja Mila, faleminderit Zoja Mila. Zoja Menjani, unë kam një pyetje. Sa ka vajtur numri i vendeve me të cilat ne kemi një marrëveshje 2 palëshe lidhur me sigurinë shoqërore dhe sa prej këtyre janë vendet e Bashkimit Evropian, për të kuptuar më shumë realitetin ku ne po shkojmë si qytetar të ardhshëm të bashkimit. Patjetër, atëherë janë, siç e thash në fjalën time, janë 16 marrëveshje që janë në fuqi. Mund të citoj dhe vendet, të cilat janë 12 vendet Bashkimit Evropian, do shtohet dhe Polonia. Po, ndërkohë që numri i aplikimeve për të përfituar nga këto marrëveshje në total është mbi 13.000, të cilat vijnë nga vende të ndryshme me të cilat këto marrëveshje janë në fuqi. Mirë. Nëse ka kërkesa për pyetje, diskutime lidhur me propozimin e Këshillit Ministrave, në të kundërt, unë po, lutem, zonja Vukshi, lutem. Faleminderit, kryetar. Faleminderit për prezantimin. Në parim, ne si opozit, patjetër që mbështesim një iniciativë të tillë, pasi mbron emigrantët shqiptar që jetojnë në Poloni. Janë iniciativa që ka nisur prej shumë kohësh në fakt që në qeverisjen e Partisë Demokratike.
E mbështesim sepse mbronë migrantët duke u dhënë atyre përfitimet, ato që u përmendën, pra pensionet e pleqërisë, invaliditetit, pensionet familjare, përfitimet në rast smundje, përfitimet e barlindjes, përfitimet në rastet e aksidenteve në punë, pagesat e papunësisë. Por gjithsesi, pavarësisht pra se jemi dakord, neve kemi disa çështje që shqetësime, të cilat duam të ngrejmë në kuadër të këtij propozimi. Pra më konkretisht, nuk ka asnjë numër të përafër të përfituesve aktual dhe të ardhshëm në relacionin e qeverisë. Pra për sa bëhet fjalë, unë besoj që pavarësisht se ka mobilitet të qytetarëve që ikin vinë, duhet të ketë një shifër. Sa janë që banojnë? Sa mendoni juve që do jenë, domethënë duke parë edhe trendin e viteve të fundit, sepse vetëm mbi bazën e kësaj bëhet edhe një parashikim. Ndonë se Polonia pra nuk hyn në vendet ku emigrantët shqiptarë pra janë në numër të konsiderueshëm, gjithsesi do duhet kishim një projekcion të përfituesve gjatë viteve të ardhshme, si atyre shqiptarë ashtu edhe polak, duke përfshirë pra edhe efektet financiare të pritshme. Më e rëndësishmja pra është që dakord, juve sillni këtë propozim të cilin padyshim është vota pro. Por duhet mendojmë për gjendjen e pensionistëve dhe në Shqipëri. Kemi 13 vjet që nuk kemi rritje të pensioneve. As indeksimi nuk bëhet aq sa ka qenë inflacioni vitet e fundit, përkundrazi, shumë herë më pak. Bonuset që i jepen vetëm kur vinë zgjedhjet. 100 euro bonus, vetëm 2 muaj ju shpërndan 2 muaj para zgjedhjeve. Pra çdo gjë, çdo ligj që vjen duhet të mendoj për qytetarët, duhet të shkojë për përfitimet të qytetarëve, për përfitimet të pensionistëve, që në gjykimin ton është shtresa më e varfër e shoqërisë shqiptare. Pra duke dhënë votën ton pro këtij projekt ligji, ne do donim të rriqnim vëmendjen qeverisë që e ka lënë krejt pas dore shtresën e pensionistëve. Dhe do të kërkonim që të rishifnin edhe një herë propozimin që ka bërë opozita, sepse kam qenë një nga propozueset e atij propozimi, është minimumi jetik. Duke i dhënë 200 euro minimalisht disa shtresave të caktuara, përfshirë edhe pensionistët, të mos ketë pensione nën 200 euro. Vetëm ashtu, çdo pensionim do kishte një jetë më dinjitoze. Pra, unë bëj thirrje që ta rishifnim edhe një herë propozimin që kemi bërë, dhe aty të fillonim, pra, dakord të mendojmë për shqiptarët, shumë dakord për të gjitha përfitimet që juve flisni, dakord për këtë marrëveshje, por të fillojmë të rishikojmë edhe një herë të gjitha propozimet që na i keni rrëzuar pa i diskutuar ashtu siç duhet në komisione. Faleminderit. Faleminderit, zonja Voksi. Në një koleg tjetër që dëshiron të marrë fjalën. Në të kundërt, zonja Manjani, lutem përgjigje për pyetjet. Faleminderit zonja Vokshi për pyetjen, atëherë po e marr me radh sipas komenteve që ju bët. Në lidhje me numrin e përfituesve, patjetër që duha vëmë dispozicion, nëse nuk është vënë në dispozicion ende, unë e thash janë mbi 13.200 aplikues të
deri tani në të gjitha skemat e pensioneve me vendet ku ne kemi marrëveshje bilaterale, konkretisht me Turqinë janë 776, me Maqedoninë janë 241, me Belgjikën janë 922, me Hungarinë janë 73, me Luksemburgun janë 206, me Çekinë janë 333, me Gjermaninë që ka disa vite që është në zbatim marrëveshje janë 5514, me Bullgarinë janë 32, me Austrinë janë 1549, me Kosovën janë 45, me Kanadan janë 242, me Zvicrën janë 44, me Kroacinë janë 12, dhe patjetër me Italinë, që është dhe një ndër marrëveshjet që ka hyrë së fundmi në fuqi, janë 3308 aplikime të cilët kanë kërkuar totalizimin e periudhave. Poloninë e kam pikën e dytë, po, se marrëveshja nuk ka hyrë ende në fuqi. Në lidhje me pyetjen e dytë që ju bët për Poloninë, patjetër, atëherë sipas shifrave më të fundit, ne kemi rreth 1000 shqiptar të cilët jetojnë dhe punojnë aty, përfshirë dhe mbi 100 student të cilët mund të jenë kontingjent potencial që mund vendosin të vijojnë, të jetojnë dhe të punojnë në Poloni. Pra ky është numri i të gjithë shtetasve shqiptar dhe polak të cilët janë në Shqipëri, janë rreth 260 shtetas polak. Pra, nëse këta shtetas, në momentin që do dalin pension, kur ju linde dhe drejta për të përfituar nga marrëveshja, do të bëhet totalizimi i periudhave kontributive, ku do të marrin ekuivalentin e kontributeve nga skema shqiptare e sigurimeve shoqërore dhe ekuivalenti nga skema polake e sigurimeve shoqërore. Në lidhje me rritjen e pensioneve dhe politikën e bonuseve, aktualisht ne jemi duke ndërmarrë një reformë të skemës pensioneve, po e shohim në këndvështrimin e reformës sistemike dhe reformës parametrike, pra si mund bëjmë përmirësimin e parametrave të skemës ekzistuese në mënyrë që pensionet jenë më të larta, por edhe reformimin e skemës në aspektin sistemik, nëse është e nevojshme riaktivizimi një kolone të dytë apo konsolidimi i kolonës të tretë. Në lidhje me politikën e bonuseve, është një politikë e cila deri në vitin 2030 është bërë publike mënyra se si do të funksionojë. Pensioni mesatar deri në vitin 2030 parashikohet të shkojë në rreth 400.000 lek, pra 400 euro, dhe ka rritur dhe ka filluar kjo rritje për të gjithë kategorinë e pensionistëve të cilët kanë kontribuar me vite të plota kundrejt skemës, që deri në momentin që ta arrin pensioni në masën 400.000 lek çdo muaj, duke filluar nga viti 2027 dhe nga viti 2026 dhe ka hyrë në fuqi në janar këtij viti, pensioni i tyre rritet me 18.000 lek çdo muaj, dyfishi në vitin 2027 me 36.000 lek dhe me të njëjtën logjik derisa pensioni mesatar në vitin 2030 të shkojë në 400 euro. Për kategorinë e pensionistëve të cilët kanë kontribuar me vite të pjesshme në skemën e sigurimeve shoqërore, pensioni mesatar synohet të arrijë në masën 220 euro në vitin 2030 dhe kjo rritje për këtë kategori ka filluar gjithashtu në janar të vitit 2026 në masën 10.000 lek në muaj dhe 20.000 lek, 30.000 lek, po me të njëjtën logjik derisa pensioni mesatar të arrijë këtë shifër, patjetër që janë parë dhe kategoritë e përfituesve të tjerë nga skema e sigurimeve shoqërore, që janë pensionet e invaliditetit dhe pensione që përfitojnë nga kolonat e tjera. Ky është një informacion që nëse nuk ka qenë i përfshirë në materialin e dërguar, do t'ju vihet në dispozicion me email, qoftë numri i përfituesve, masa sipas kategorive dhe objektivi që është vënë për vitin 2030. Faleminderit. Mirë, presim me kënaqësi informacionin shtesë. Është një detaj që duhet ishte edhe tek relacioni i projektligjit. Kuptoj zonës ministre që nesër ju do vini edhe për të diskutuar çështjet që kanë bëjnë me punën tuaj jo personale, por institucionale si negociatore. Edhe do e kemi këtë diskutimin pak më të gjerë edhe më konkret për sa i përket çështjeve që do flasim, jo vetëm të fokusuar tek Polonia në mënyrë specifike. Zona Vokshi. Në lidhje me këtë që sapo përmendi edhe kryetari, është bërë një parashikim për seancë dëgjimore, për raportim në fakt, se quhen seanca dëgjimore, të zëvendës ministrit të shëndetësisë dhe mirëqenies sociale dhe juva. Neve deri tani
Ora është 10:30, neve nuk kemi asnjë raport, as nga ju, as nga Ministria e Shëndetësisë. Dhe nëse na vjen në orën 6-7, nuk ka asnjë mundësi praktike, fizike, që neve ta lexojmë dhe të vim të përgatitur nesër. Pra, do ju lutesha që sa më parë ta dërgonit raportin, sepse për ndryshe do detyrohemi ta shtyjmë, se do me thonë nuk mund të kalojmë çështje kaq të rëndësishme, raportime kaq të rëndësishme që janë thelbi i këtij komisioni, pa pasur raportin në kohë. Faleminderit. Besoj e kuptuat që dita juaj e punës mbaron në 16:30, po ne nuk e presim raportin në 17. Jo, zyrtarisht, flas për administratën, jo për ju. Edhe mirë është që ti kemi ca parime bazë të komunikimit që të jetë sa më shpejt një informacion për atë që diskutojmë. Mirë. Po sa më tha që punonin dhe gjatë fundjavës, po presim. Dakor. Nëse nuk ka çështje të tjera, unë po e kaloj për votim këtë projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Polonisë për sigurinë shoqërore. Kush është pro? Kundër? Abstenim, miratohet me 8 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Faleminderit zëvendës ministre, faleminderit kolegë, bëjmë një pushim të shkurtër edhe atëherë vazhdojmë me pikën e fundit të rendit ditës për këtë mbledhje, shqyrtimin e projektligjit për nënproduktet me origjinë shtazore. Vazhdojmë të jemi komision për dhënë mendimi, kemi të ftuar përfaqësuesit e Këshillit Ministrave të drejtuar nga zëvendës ministre zonja Tana Kika, zëvendës ministre e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, e shoqëruar nga kolegë të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Zonja zëvendës ministre, fjala është për ju. Faleminderit kryetar, të nderuar deputet, të nderuar të anëtarë të komisionit, të nderuar kolegë. Projektligji që paraqitet sot përpara jush është pjesë e procesit vazhdueshëm për parafrim të legjislacionit kombëtar me atë të Bashkimit Evropian. Ky projektligj përfaqëson një reformë themelore për modernizimin e sistemit veterinar shqiptar dhe për mbushjen e detyrimeve të Shqipërisë në kuadër të integrimit evropian. Konkretisht, për herë të parë, vendi ynë krijon një kuadër të plot ligjor, të harmonizuar me rregullorin e legjislacionit evropian për shëndetin e kafshëve, duke krijuar një bazë ligjore të konsoliduar për menaxhimin e nënprodukteve me origjinë shtazore dhe produkteve derivuara që nuk destinohen për konsum human. Duke sjellë kështu rregullime të reja dhe përmirësim të kuadrit aktual ligjor, duke vendosur standarde të reja për mbrojtjen e shëndetit kafshëve, shëndetit publik, mjedisit dhe ekonomisë kombëtare. Pra sot nuk po miratojmë thjesht një ligj veterinar, por një instrument strategjik për mbrojtjen e shëndetit publik, garantimin e sigurisë ushqimore, rritjen e konkurrueshmërisë së sektorit blegtoral dhe përshpejtimin e integrimit evropian të Shqipërisë. Aktualisht, kuadri ligjor rregullon vetëm pjesërisht administrimin dhe kontrollin e nënprodukteve me origjinë shtazore. Zhvillimet e fundit, rritja e kërkesave për biosiguri, kontrollin e smundjeve infektive dhe nevoja për garantimin e gjurmëshmërisë së këtyre produkteve ka bërë të domosdoshëm hartimin e këtij ligji të ri, të harmonizuar në mënyrë të plot me legjislacionin evropian. Në vitin 2009, Bashkimi Evropian miratoi rregulloren 1069, e cila vendos rregulla të plota dhe të detajuara për mbledhjen, transportin, magazinimin, trajtimin, përpunimin, përdorimin dhe asgjësimin e produkteve me origjinë shtazore dhe produkteve të derivuara, jo të destinuara për konsum njerëzor, të cilat ky projekt ligj synon. Në raportet e progresit të Komisionit Evropian është theksuar nevoja që Shqipëria të harmonizojë kuadrin ligjor në këtë sektor dhe të forcojë sistemin e kontrollit veterinar për produktet me origjinë shtazore, jo me destinacion konsumin njerëzor. Miratimi i këtij projektligji përbën përmbushje të një angazhimi të rëndësishëm të Shqipërisë dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe kapitullit të 12, duke krijuar bazën ligjore për zbatimin e standardeve në këtë sektor. Në aspektin teknik, ky projekt ligj synon të vendos rregulla të reja dhe krijon bazë për klasifikimin e produkteve
në produkteve shtazore sipas riskut, gjurmëshmërinë e plot të tyre, garantimin e kësaj gjurmëshmërie duke forcuar masat higjienike dhe të biosigurisë për gjatë gjithë zinxhirit ushqimor, kontrollin zyrtar dhe mbikëqyrjen veterinare, mbrojtjen e mjedisit dhe biodiversitetit nga rreziqet, dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe rregullimin e importeve, zgjerimin e eksporteve dhe tranzitimin në përputhje me kërkesat e BE-s. Pra, ky ligj nuk mbron vetëm kafshët, ai mbron qytetarët, fermerët, mjedisin dhe të ardhmet europiane të Shqipërisë. Një sistem modern i shëndetit të kafshëve do të thotë më shumë siguri ushqimore, më shumë eksporte, më pak rreziqe për shëndetin publik dhe më shumë mbrojtje për biodiversitetin dhe ekosistemet tona. Në aspektin politik të negociatave të Republikës Shqipërisë me Bashkimin Evropian, ky projekt ligj është një nga piketat mbyllëse dhe një nga instrumentet më të rëndësishme në kuadër të avancimit të kapitullit 12. Ai adreson drejt për drejti një nga kërkesat kryesore të këtij kapitulli dhe një rekomandim të progres raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë. Miratimi i tij demonstron vullnet konkret dhe dëshmon kapacitetin e Shqipërisë për të ndërtuar një reformë institucionale, e cila do sjellë përparim në procesin e antarësimit dhe ndërtimin e një sistemi veterinar sipas standardeve më të larta europiane. Disa nga risitë kryesore të këtij projekt ligji janë kategorizimi, sikurse e përmenda, përcaktimi i kërkesave të plota dhe të detajuara për operatorët dhe impiantet që trajtojnë në produktet me origjinë shtazore, vendosja e kërkesave të detyrueshme për gjurmëshmërinë dhe dokumentacionin përkatës, forcimi i masave dhe përcaktimi i detyrimeve ndaj operatorëve për njoftimin dhe raportimin pranë autoriteteve kompetente, si dhe harmonizimi i procedurave për importin, eksportin dhe tranzitimin në përputhje me standardet e BE-s. Ky projekt ligj përbën një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të kuadrit ligjor veterinar në Republikën e Shqipërisë dhe forcimit të standardeve të sigurisë ushqimore. Përshtatja e legjislacionit tonë me standardet e BE-s do të krijojë kushte për rritjen e besueshmërisë në sektorin veterinar shqiptar, zhvillimin e tregtisë dhe avancimin më të ejit të procesit të integrimit. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mbështetjen tuaj në këtë proces të rëndësishëm për një Shqipëri që synon tregun evropian nëpërmjet garantimit standardeve europiane, duke krijuar themele të sistemeve moderne të shërbimit veterinar, sisteme veterinare dhe rrjedhimisht duke qenë një hap më pranë Europës. Mirë, faleminderit zonës ministre. Po ja kalojmë një fjalën relatores të komisioni, kolegës Mariana Koçeku. Faleminderit sekretar, të nderuar kolegë deputet, të nderuar përfaqësues të ministrisë. Sot shqyrtojmë projekt ligjin për nën-produktet me origjinë shtazore. Komisioni jonë shqyrton këtë projekt ligj në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi. Ky projekt ligj që synon të përcaktojë rregullat e shëndetit publik dhe shëndetit të kafshëve për nën-produktet e kafshëve dhe produktet derivuara, me qëllim për të parandaluar dhe minimizuar rrezikët për shëndetin publik dhe shëndetin e kafshëve që rrjedhin nga këto produkte dhe në veçanti për të mbrojtur sigurinë e zinxhirit ushqimor dhe ushqimeve për kafshët. Ky projekt ligj vjen si nevojë për harmonizimin e legjislacionit shqiptar me akin e BE-s në fushën nën-produkteve me origjinë shtazore, pasi aktualisht nuk ka legjislacion të lidhur me nën-produktet me origjinë shtazore dhe produktet derivate që rrjedhin nga përpunimi i tyre dhe që nuk konsumohen nga njeriu. Grup kapitulli 5 për burimet, bujqësia dhe kohezioni në kapitullin 12 politikat e sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe mbrojtjes së bimeve, Bashkimi Evropian vë në dukje se Shqipëria duhet të përafrohet me akinë e Bashkimit Evropian në fushën e vendosjes në treg të ushqimit për kafshët dhe produkteve shtazore, duke përfshirë në produkte shtazore, veçanërisht në lidhje me rregullat e higjienës, rregullat dhe kontrollet specifike për me parandaluar rrezikun e konsiderueshëm që mund të vijë prej tyre. Nga shqyrtimi i përputhshmërisë së projekt ligjit të propozuar me akinë e Bashkimit Evropian, rezulton se për një parafrim sa më të plot me legjislacionin ytësor është e nevojshme që të bëhen disa ndryshime. Po e citoj ndryshimet dhe materialit i keni përpara secili prej jush. Ndryshimet janë si më poshtë. Gërma F e pikës 2 të nenit 2, pika 23 e nenit 3 të projekt ligjit, gërma D e nenit 8 të këtij projekt ligji, gërma B e nenit 9 të këtij projekt ligji, gërma C e pikës 2 të nenit 15 të këtij projekt ligji. Në kuadër të procesit të parafrimit të legjislacionit kombëtar me akinë e Bashkimit Evropian, projekt ligji për nën-produktet me origjinë shtazore kaloi në proces të konsultime me ekspertët e Komisionit Evropian.
të cilët kanë propozuar një sër amendimentesh me qëllim harmonizimin e dispozitave të projektligjit me kërkesat dhe standardet e legjislacionit të Bashkimit Evropian në fushën e produkteve me origjinë shtazore, kontrollit zyrtar veterinar, gjurmëshmërisë, importit, eksportit, tranzitit, trajtimit dhe asgjësimit të tyre si dhe garantimin e një kuadri juridik të qartë të zbatueshëm dhe në përputhje me praktikat evropiane. Propozimet që vijojnë janë dakordsuar me Ministrinë përkatëse dhe si relatore e këtij projektligji i kërkoi Komisionit që propozimet e dakordsuar me Komisionin Evropian të miratohen dhe nga ky komision. Siç e përmenda, ndryshimet vijojnë në nenin 4.4, nenin 6.1, nenin 7, nenin 9 shkronja D në ndarja I, në nenin 11.2 shkronja C, në nenin 13 shkronja E, në nenin 14.1 shkronja E, në nenin 15.2 shkronja D, në nenin 15.D në ndarja II, nenin 20.1, nenin 20.2, në nenin 21, në nenin 21.2, në nenin 21.3, në nenin 22.1, në nenin 23.1 dhe shkronja A. Në nenin 24.3 hiqet dhe ndryshohet komenti dhe ky sugjerim vjen si sugjerim nga DPV-ja për arsye se nuk është në tekstin e mëparshëm të rregullores. Në nenin 31.2, në nenin 39.1 shkronja A, në nenin 39.1 shkronja B dhe në nenin 39.1 pas shkronjës B. Po ashtu në të njëjtin nen ndryshohet pika 2, pika 3, dhe në nenin 20.1 dhe po ashtu pika 2. Faleminderit për vëmendjen dhe ju ftoj të gjithë që t'i miratojmë këto ndryshime, siç që përmenda janë dakordsuar me partë dhe me Bashkimin Evropian dhe me Ministrinë përkatëse. Faleminderit. Faleminderit zonja Koçeku që mos krijojmë kakofoni në atë që po themi. Doja të pyesja kolegët nga Ministria e Bujqësisë si jeni njohur me këto propozime që ka sjell Kuvendi në radhë parë dhe jeni dakord me to? Po, patjetër. Dhe kemi dakordsuar me Komisionin Evropian. Pra një pyetje tjetër, zonja. Pra një pyetje për çfarë ka ardhur nga Kuvendi. Po. Pastaj do të pyes për ato të Komisionit Evropian. Po, këto të Kuvendit se kanë qenë fundit. Po. Okej. Jemi njohur dhe janë reflektuar në tekst. Okej. Këto të Komisionit Evropian? Të gjitha. Të gjitha dhe kemi marrë dakordsinë e fundit nga Komisioni Evropian, që janë dakord për gjitha ndryshimet e pasqyruara, të reflektuara dhe nuk ka pasur objekcione. Është dakord me procedura e ndjekur. Dakord. E kam më shumë për kuptuar që informacioni është i saktë. Mirë. Pyetje, diskutime lidhur me projektligjin zonja Vokshi. Faleminderit. Kryetar, faleminderit përfaqësuesve të ministrive që për prezantimin që bën. Për sa i përket deputetëve të opozitës, pozicioni jonë është si më poshtë vijon. Partia Demokratike e mbështet parimisht krijimin e një ligji të posaçëm, sikush për integrimin evropian dhe sigurinë ushqimore. Mbështet vendosjen e standardeve të qarta sanitare dhe gjurmëshmërisë për gjatë gjithë zinxhirit. Mbështet licencimin e autorizimin e operatorëve dhe masat administrative ndaj shkelësve serioz. Pra, në tërësi, sigurisht ne jemi për një projekt ligj me standarde europiane. Megjithatë, ne kemi disa shqetësime të cilat unë po i referoj tek ju. Së pari, një prej shqetësimeve është që një pjesë e madhe e rregullave teknike është deleguar, një pjesë e madhe e tyre është deleguar tek aktet nënligjore. Mbase duke lënë boshllëqe të rëndësishme për sa i përket sigurisë juridike dhe duke rritur hapësirën për arbitraritet administrativ. Së dyti, ky projekt ligj parashikon hyrjen në fuqi me 1 janar 2027 apo jo. Dhe aktet sekondare do të miratohen brenda 12 muajve mbas hyrjes në fuqi të këtij projekt ligje. Pra,
mbase rrezikohet një periudhë tranzicioni që ka një vakum normativ apo zbatim selektiv gjatë kësaj periudhe. Së treti, projekt ligji deklaron që nuk ka kosto shtesë për buxhetin, por ndërkohë zbatimi real i këtij projekt ligji ne gjykojmë që kërkon investime të konsiderueshme në inspektim, në laborator, sisteme IT, logjistik, trajnime, infrastrukturë, trajnime e asgjësime. Pra, ne gjykojmë që implementimi ashtu siç duhet i këtij projekt ligji do kërkoj patjetër buxhet. Pra këtë pa kosto neve nuk e kuptojmë pse keni thënë pa kosto kur për të arritur standardin evropian dhe duke pasur parasysh situatën aktuale, gjykojmë që do ketë nevojë për investime dhe të goxha të larta. Një shqetësim tjetër që ne kemi është që nuk qartësohet mjaftueshëm ndërveprimi me ligjin për menaxhimin e integruar të mbetjeve, ligjin për shërbimin veterinar dhe legjislacionin tjetër sektorial, duke krijuar rrezik për mbivendosje kompetencash dhe konflikte ndërmjet institucioneve. Një shqetësim tjetër është që ky projekt ligj vendos kontrata të detyrueshme mes operatorëve, fermer, thertore, impiante trajtimi, pa një model standard kontrate, pa transparencë tarifash dhe pa mekanizma të qartë arbitrazhi, duke rrezikuar mbase edhe monopolizimin e shërbimeve dhe rritje disproporcionale të kostove për bizneset e vogla. Dhe e fundit, sigurisht nuk e di deri në çfarë mase e keni bërë, ka nevojë pra për një proces konsultimi publik jo minimalist, sepse është një çështje e rëndësishme për sa i përket arritjes së standardeve të BE-s dhe të gjitha vërejtjet kritike të atyre pak operatorëve që kanë qenë pjesëmarrës, me sa neve jemi ndjeni, janë refuzuar nga ana juaj dhe nuk janë reflektuar pra në tekst. Pra, qëndrimi i Partisë Demokratike dhe deputetëve të opozitës është pra, neve kemi sigurisht që ky projekt ligj, përsa juve thoni që është konsultuar edhe me komisionin, përsa ju thoni që edhe janë reflektuar edhe rekomandimet dhe e komisionit, ne gjykojmë që duhet të hartohet një plan paralel për akreditimin e laboratorëve, specifikimin e parimeve të sigurisë së IT-s, mbrojtjes së të dhënave në vetë ligj dhe nxitjen e përdorimit të ABP-ve në biogaz me standarde të qarta. Pra ne nuk kundërshtojmë nevojën për ligj të posaçëm për në produktet me origjinë shtazore dhe për afrimin me BE-s, përkundrazi e konsiderojmë të domosdoshëm, por gjykojmë që ky projekt ligj mund të krijojë kushte për të fshehur kosto reale, që mund të ngarkojë disproporcionalisht sektorin privat, pra i bie pesha sektorit privat dhe rrezikon monopolizim, lë hapësira për arbitraritet dhe nuk ofron një plan realist tranzicioni. Faleminderit. Faleminderit zonja Vuksi. Zonja Muzaqi. Faleminderit kryetar, faleminderit dhe kolegëve nga Ministria që bënë një prezantim shumë të gjerë. Unë fakt duke qenë sa besoj si dhe një pjesë e kolegëve përfaqësoj një zonë bujqësore dhe që ka dhe blegtorë të shumt, do doja në fakt ta zbrisnim pak nivelin e debatit edhe për ata fermerë apo blegtorë që na ndjekin, si ky ndryshim ligjor që ju propozoni sot, pavarësisht se do të hyjë në fuqi në vitin e ardhshëm në 1 janar, do doja të dija se si ndikon fermerët dhe blegtorët e zonave tona në një mënyrë të përmbledhur që dhe ata të na kuptojnë dhe të na ndjekin për këto ndryshime shumë të rëndësishme që bëjmë lidhur me parafrimin në Bashkimin Evropian. Nëse e keni të mundur një përgjigje sot, nëse jo edhe në rastin kur do t'ju ftojmë sërish për dërgjesat lidhur me parafrimin në Bashkimin Evropian, do ta vlerësoja shumë. Faleminderit. Faleminderit zonja Muzaqi. Pyetje të tjera, diskutime. Nëse jo, zonës ministre, të lutem fjala për ju për përgjigjet. Faleminderit. Atëherë,
Më duhet them që aktualisht ne kemi disa njësi operator ekonomik cilët kryen këtë proces, pra trajtimin, përpunimin e produkteve me origjinë shtazore, kryesisht nga thertoret, por me zbatimin ose me hyrje në fuqi të këtij ligji dhe më pas akteve nënligjore, patjetër që ne synojmë të ngrem një sistem të menaxhimit të këtyre produkteve edhe nga njësitë e tjera të tregtimit të produkteve me origjinë shtazore, siç mund të jenë dyqanet e mishit, peshkut, të rëndom. Në lidhje me vakumin normativ, mendoj që, sikur se thash, neve aktualisht operojmë në këtë fushë, janë njësër operatorësh ekonomik që kryen këtë proces, kështu që step by step ose hap pas hapi ne do të shkojmë drejt përputhjes plot, qoftë në zbatimin e legjislacionit, qoftë dhe në kushtet e detyrueshme dhe për arritjen e standardeve të BE-s. Në aspekt të fermerëve dhe blegtorëve, unë mendoj që ky ligj ose miratimi i këtij ligji ka një impakt mirë në mbrojtjen e mjedisit dhe biodiversitetit, por nuk impakton drejt për drejt fermerët dhe blegtorët, të cilët janë ata që çojnë produktet e tyre ose kafshët e tyre në pranë thertoreve dhe mbetjet e këtyre thertoreve trajtohen në këto operatorë ekonomik ose në këto impiante përpunimi. Përmenda diçka për vakumin normativ, dërsa për investimet e konsiderueshme në buxhet, më duhet të shtoj që, sikur se thash, ne kemi gjatë ngritur një sistem impiantistike, disa operator veprojnë në Republikën e Shqipërisë. Përsa i takon investimeve në laboratore, jemi duke bashkëpunuar me Bankën Botërore për laboratorët rajonal apo laboratorin e referencës në kuadër të kontrolleve zyrtare, të cilat aktualisht bëhen nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve, duke administruar dhe duke kontrolluar procesin, duke kryer kontrolle zyrtare dhe lëshuar certifikatat veterinare për përputhshmërinë e këtyre nën produkteve për trajtim më pas në këto impiante përpunimi. Dakord, zonës ministre, po në relacion që keni sjellë, thoni që projektligji nuk ka kosto financiare, prandaj u bë pyetje. Në relacion thotë që nuk ka kosto. Po pas ka kosto. Nuk se ka kosto specifike. Ngritja e një sistemi më të plot të kontrollit nënkupton një rakordim më të mirë dhe një bazë ligjore e cila më pas do të jetë në implementim në një veprimtari që aktualisht kryhet nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve si dhe nga laboratorët rajonal për kontrollin e këtyre produkteve me origjinë shtazore. Mirë. Pyetje të tjera? Po, Marian, po, t'lutëm, po, zonja Koçeku. Faleminderit kryetar, përveç ndryshimeve në nenet që përmenda më përpara, sugjeroj gjithashtu që në nenin 40 pas pikës 2 të shtohen pika 3, 4 dhe 5. Faleminderit. Njëherë? Janë propozime që janë dakordsuar me Komisionin Evropian, janë dakordsuar gjithashtu dhe me parafarsinë e ministrisë. Janë propozime të pjesë paketës që ju përmendët para pak. Okej. Dakor. Atëherë, le të votojmë në parim projektligjin për nënproduktet me origjinë shtazore. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet me 8 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Atëherë 8 vota pro, asnjë kundër dhe 1 abstenim. Shënimi në fund faqes, nderuar koleg, lidhur me titullin e projektligjit të riformulohet në përputhje me rekomandimin e shërbimit për afrimin e legjislacionit. Atëherë, korrigjojmë edhe një herë votimin. Zonja Vokshi është pron parim, pra kemi 9 vota pro në parim dhe pastaj deklaron votën abstenim për vazhdimin. Kalojmë në votimin nën për nën, neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 2 me ndryshimet e propozuara që lexoi zonja Koçeku, pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 3 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 4 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 5 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 6 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 7 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 8 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 9 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 10, pro,
kundër, abstenim, miratohet. Neni 11 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 12, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 13 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 14 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 15 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 16, 17, 18 dhe 19, kush është pro? Kundër, abstenim, miratohen. Neni 20 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 21 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 22 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 23 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 24 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 25, 26, 27, 28, 29 dhe 30, pro, kundër, abstenim, miratohen. Neni 31 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, pro, kundër, abstenim, miratohen. Neni 39 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 40 me ndryshimet e propozuara, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 41, 42, 43, 44, neni 45, 46, 47, 48, neni 49, neni 50, pro, kundër, abstenim, miratohen. Neni 51, 52, neni 53, pro, kundër, abstenim, miratohen. Ju lutem që tabelat e përputhshmërisë të përditësohen me ato ndryshime që ju kanë ardhur nga propozimet që dëgjuam sot dhe kuptova që janë dhe të akorduara. Kalojmë në votimin në tërësi të projektligjit. Kush është pro? Kundër, abstenim, projektligji për nënproduktet me origjinë shtazore miratohet me 8 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. E kishe me rast në mungesës. Po, qartë. Atëherë falenderoj kolegët e Ministrisë së Bujqësisë për prezencën edhe kolegët deputet për seancën shumë frytëdhënëse. Mbledhjen e radhës do ta zhvillojmë sot në orën 12 për shqyrtimin e disa draft ndryshimeve në pozicionin negociuese për grup kapitujt 3 dhe 6. Kuptoj që s'keni çështje tjera. Faleminderit, punë mbar.